Zoti Bozo, faleminderit. Tani, të bëjmë pak diskutimi që është rezerva sigurisë njerë, se ndoshta kam përshtypjen ka nevojë të sqarohet, pasi këtu u konfundua pak. Rezerva sigurisë është një sasi rezerve hidrokarbure kur ka mungesë produkti në treg, që sot në Shqipëri dhe nga gjitha informacionet, vlerësimet e qeverisë shqiptare nuk ka mungesë produkti në treg. Për sa i përket elementit të çfarë përmban dhe kontrollet përkatëse për rezervën e sigurisë. Patjetër, rezerva e sigurisë kontrollohet nga institucionet shtetërore. Dhe ajo çfarë unë të referova dhe të referoj me përgjithësi të plot është kontrolli i fundit, është i dhjetorit të vitit 2025, i cili përmban që gjitha shoqëritë tregtare me shumicë dhe me pakicë kanë angazhimin e tyre të plotësuar për sa i përket mbajtjes së rezervës së sigurisë hidrokarbure. Por, në kuptim të krizës përkatëse ku ne jemi, patjetër që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shtuar vëmendje dhe nuk e ka lënë kontrollin tjetër për në fund të vitit, por që para një muaji është ngritur grupi përkatës përsëri për të bërë kontrollin e verifikimit të rezervës së sigurisë hidrokarbure. Megjithatë, ju referoni që modeli aktual ka problemet e veta, dhe po ne e dim që modeli aktual nuk është në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian. Por, përsëri ky model jep garanci absolute për mbajtjen e rezervës së sigurisë hidrokarbure. Me të drejtë, ju thoni që ka shtete tjera që këtë model e kanë të kombinuar. Pra, dy janë modelet. Ose e mban shteti, aty ku ne duam të shkojmë, ose e mban privati. Ne e kemi sot aktualisht që e mban privati, ka dhe shumë shtetet Bashkimit Evropian që e kanë siç e kemi dhe ne që e mban privati, dhe s'ka asnjë lloj problematike përkatëse për atë gjë, por sigurisht në kuadër të parafrimit të gjitha akteve ligjore të nevojshme me Bashkimin Evropian, edhe ky ligj hyn ndër ato akte të cilët ne jemi duke e transpozuar. Nuk ka ndonjë çudi dhe nuk ka vend sot në Europë që kosto e rezervës sigurisë hidrokarbure mos të mbahet nga konsumatori fundor. Edhe sot, në çmimin fundor të karburantit, është e përfshirë dhe mbajtja e rezervës sigurisë hidrokarbure, sepse nuk ka kush e mban koston e rezervës së sigurisë hidrokarbure. Edhe sot është e verifikuar dhe thashë e certifikuar nga gjitha institucionet. Dhe megjithatë, për ta mbyllur. Dhe megjithatë, ju me të drejtë thatë pse u mbajtëm ka gjatë ne, ose në fjalimin tim, për situatët e mëparshme të krizave. Për të dëshmuar faktin që pavarësisht gjitha krizave që kanë qenë gjatë gjithë këtyre viteve, të palidhura me faktorët e brendshëm, qeveria shqiptare ja ka dalë që të tejkalojë dhe madje të superojë edhe me uljen e çmimit të energjisë elektrike, që ju me të drejtë referoni para vitit 2013, por e rikujtoj edhe një herë që para vitit 2013 kishte 45%